Që në këtë fundjavë do të diskutojmë për zhvillimet në rajon, në Ballkan, në gjeopolitika atë që po ndodh me situatën globale, nisur nga konflikti që po vazhdon, po bën gati 2 muaj në lindjen e mesme, vështirë thuhet që do ketë një fund të afërm, ndoshta me të shpresuar për një armë pushim sa më të zgjatur, por fundi i konfliktit vështirë që të thuhet për momentin. Por sigurisht edhe tek hallet e problemet tona në trojet tona, gjitha këto çështje do t'i trajtojmë me zotin Driton Tali, i cili ndodhet në Angli, në Mbretërinë e Bashkuar, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, këshilltar në disa poste, por edhe njohës mjaft i mirë i çështjeve të gjeopolitikës të asaj që po ndodh tani, për ta përkthyer më thjesht për publikun tonë. Zoti Tali, të falenderoj shumë. Është kënaqësi gjithnjë, përshëndes të gjithat ata të cilët do të na shikojnë përcjellje. Faleminderit ju. Zoti Tali, kemi folur në disa biseda, por nuk e kemi prekur konkretisht problemin në Ballkan, në Serbinë, hegemonizmin. Në vitet e fundit kemi pasur disa nisma, kryesore ka qenë ajo e Ballkanit hapur. Sigurisht ju edhe përmes videove tuaja në kanalin tuaj në YouTube e keni theksuar edhe më përpara, nga momenti që këto nisma ishin në fillimet e tyre, që ekonomia nuk është se do të zgjidhë problemet, dhe qëllimi vërtet i Serbisë është hegemonia, pra ajo që ndodhi, duke cilësuar madje si Rusinë e vogël edhe problemin e madh në Ballkan. Gjithashtu edhe për ta thënë edhe për publikun, edhe nga momenti i zgjedhjes së Vučićit, pra 4-5 vite më parë ju keni qenë pesimist, nuk prisni gjë, nuk keni pritur gjë qysh atëherë që të ndryshonte diçka në raport me Kosovën, me Ballkanin, pra me dy ulset edhe lojën e Serbisë. Por ndoshta ka ardhur momenti që për ta folur nga themeli, nga rrënjët, ku buron kjo hegemonia dhe përballë tyre që jemi ne, pra shqiptarët. Po, shko, duhet s'pari ta kuptojnë këtë karakterin, me thënë, si ta thënë këtë, psikologjin e kombit sërbë. Nga rjedhë ky kompleksi superioritetit që e kanë në Ballkan, sidomos ndaj neve shqiptare, por edhe ndaj të tjerë. Me përjashtim të slovenëve, tashti me kroatët ekziston ajo dashuria, relacioni dashuri, urrejtje, respekt, nënçmim, domethënë. Por të nalemi në relacion me neve. Ata me ndihmën e rusëve krijuan shtetin para neve. Fillimisht autonominë e fituan shumë para neve, pastaj edhe autonomi u kurorëzua, siç e dimë në 1878 në sovranitet, Kongresin e Berlinit. Dhe natyrisht se filluan ta ndërtojnë edhe konsciencën kombëtare. Në shekullin 19 konscienca kombëtare ishte gjithmonë ndërtuar nga të gjithë në dëm të vegjëlve. Edhe ne atëherë ishim, siç themi neve në Kosovë pike 5, pra ishim të shpërndar në 4 vilajete. Perëndëria Osmani i refuzoi kërkesat minimale, shumë modeste të lidhjes së Prizrenit, me çka bëri krimin më të madh mbi neve. Gjithmonë atë duhet ta potencojmë se kriminali më i madh në relacion me shqiptar nuk është Mehmeti i dytë, Fatiu, sepse ishte ajo atmosferë, pra shekullit, po flasëm shekullit 15, por në shekullin 19, kur gjithë Evropa u zgjua në nacionalizëm, në shkencë, Abdulhamiti i dytë na refuzoi, po them edhe një herë, ato kërkesat minimale të cilat intelektualët e kohës tonë shqiptar, pra ai ka jonë që ekzistonte në atë kohë, me si them kështu, me një kujdes të veçantë i hartuar. Pra këtu është kur themi 1844 është në Çertanje e Garashaninit,
është interesant se gjitha këto programe të cilat fillimisht i kanë bërë intelektualet serbë, për një kohë janë mbajtur në sheft. Janë mbajtur në si sekrete shtetnore. Kështu është bërë edhe me në qërtanjen e cila për një kohë të gjatë është mbajtur vetëm se në kabinet. Pastaj kemi të njëjtin rast me këtë elaboratin e këtij për zgjidhjen e problemit të Arnaudëve. Miki Amniti thashtë do më kthehet përsëri. Gjajshëm ka qenë edhe me këtë librin e kaltër të vitit 1877, apo Plava Kniga, si që njihet, e hartuar nga ekipi i Draža Markovićit, që ishte atëherë kryetari i Lidhjes Komuniste të Serbisë, e që ishte agja, pra vllau i momës, vllau i babës së Mira Markovićit, apo grusë së Slobodan Miloševićit, e njohur edhe si Lady Macbeth ndryshe. Pra, gjitha këto programe kanë qenë për të zgjidhë problemin e Serbisë së vjetër fillimisht. Keni parasysh me Kosovë është referuar edhe Maqedonisë, termi Maqedoni si kështu konotacion politik, themi, është i pas luftës së dytë botërore. Deri në luftën e dytë botërore me Kosovë dhe Stara Serbi i është referuar edhe Maqedonisë së Veriut. Pastaj që të flasim për Kosovë, kjo nuk kuptohet edhe me Maqedoni. Pra zgjidhja e problemit të Serbisë së vjetër ka qenë me zhdukjen e shqiptarëve nga këto troje. Qoftë me eliminimin fizik në masë, qoftë me shpërnguljen e tyre në Turqi. Pra, është interesant se gjitha strukturat e shoqërisë serbe e kanë pas këtë çështje. Po kemi të bëjmë me paradigmën kulturore, me rjetën kulturore, pra me mënyrën se si gjeneratat të tëra janë edukuar. Ato legjendat të cilat i kanë kriju të zënë betejë e Kosovës, edhe pse s'ka asnjë dokument nga dëshmitarët okularët, kanë kriju tregime, kanë bërë libra, e kanë një histori të rëmë, absolut. Pastaj tregimet të cilat janë tregojë fëmijëve. Për Car Lazarin. Car Lazari, për shkak se në atë kohë ishim shumica neve ortodoks, ka shumë gjasa që të ishte edhe shqiptar, apo arbanës, shqiptar ortodoks. Gjithë këtë historinë mesjetare të vënshme e kanë servizu për ta kriju një kom të cilin sot e kanë. Dhe ky kom, pra, armikun kryesor kanë shqiptarët. Dhe në mbi këtë platformë janë eduku gjeneratat të tëra. Pra kemi një edukim shpysh në djep me këtë vazhdimsi. Ashtu, pra. Pastaj keni parasysh se edhe Serbia nuk është se ishte shtet evropian. Ishte një shtet tamam ballkanik, i kaluar në robërinë osmane për një kohë të gjatë. Pra fillimisht pos që kishte aty Dora Zez, që ishte pra implementuese e këtij programi, kishte gjithmonë edhe krim, kishte gjithmonë korrupsion të zëmë ky Nikola Pashiqi, djali i tij, Radeta, apo Radoslav, Pashiq ishte njeriu më i korruptuar, bile në Beograd, vitet e hershme të shekullit 20, po flasim 1900, por edhe pas luftës
parë botnore sidomos, njihej Ministria e Financave, njihej si firma apo kompania e radhe pashigji, sepse asnjë projekt i madh, asnjë tender i madh nuk mund të merrej pa i dhënë atij rishfet. Pastaj keqpërdorimi i reparacionit të luftës së parë botnore, kur Gjermania i paguan në formë baktis, disa dhjetra mijë lope, dera, tjera, cilët duhet i shpërndaheshin fshatarëve sërbë, radheta i merr dhe ja fshat. E tjera. Në Kosovë gjithmonë kanë, si them kështu, ushtru korrupsion kronik, por edhe krim. Ta zëm, në atë kohë ka qenë një farë Punisha Araqić, i cili edhe bën atentat atë rrëdhiqin në udhëhesin e partisë fshatare kroate. Ai ishte pothuajse mbreti i Kosovës i pakurorzuar, bënte çfarë ti bënte qefi. Bile për shkak se i kishte uzurpu disa mijëra hektarë nga manastiri i Deçanit, Pashiqi nëpërmjet lidhjeve të tij, pra trisnisë të tij politike, i detyron gjyqin që ta shpallë atë pasardhës të këtij Stefan Deçanski, uroshi të tretë, i cili ka lind shekullin e 13, vdek në shekullin e 14, për t'ja legalizu atë pronë. Pastaj vitet 20-30 nëpër Beograd ka qenë një farë thënje, është më mirë t'jesh xhandar kanë qenë policët e mbretit, është ma e lëvërdishme t'jesh xhandar në Stara Serbi, se sa t'jesh ministër për shkak të korrupsionit, mitos dhe bënin çfarë të donin me popullatën shqiptare. Pra ishte një farë, si të them kështu, safari shqiptar. Çfarë të doje si sërb mund të bëje. Edhe kjo inkurajohej. Inkurajohej nga politika për të bërë sa më shumë zullum shqiptar që ata të shpërnguleshin në Turqi. E njëjta qasje ka qenë edhe ndaj Shqipërisë. Deri dikun sipas këtij elaboratit të Ivan Driqit edhe Ivan Vukotićit, janë dy elaborate të bëra në vitin 1938-39 për nevojat e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë, të Jugosllavisë realisht në atë kohë, përkujtuesi për çështjen shqiptare, ashtu janë titullu. Thuhet se deri dikun në 1932 Serbia apo Jugoslavia ka patur shpresa apo planin për ndarjen e Shqipërisë. Çështja ka qenë Durrësit, të cilit akoma ata i Draç i referon, apo Shëngjinit, cilin e quajnë Sveti Ivan Medovarski. Akoma i referon me terma. Pra deri atëherë kur zogu ju nënshtrua, themi kështu, ekonomikisht dhe politikisht Mussolinit, e Mussolini atëherë italianisht u respektua më në fund si në vitet 30 si një superfuqi. Deri atëherë pra shpresat për riokupimin e Shqipërisë kanë ekzistuar. Është interesant që Vladan Đorđevići, një akademik sërb që ishte edhe kryeministër i Serbisë, i Jugosllavisë, Serbisë, falni, ende nuk ishte Jugosllavi në kohën e tij. Ai e tregon një rast kur ushtria serbe tërhiqet nëpërmjet Shqipërisë, luftën e parë botnore, dhe thotë se si disa plaçkicës të mirëditës i vën prit në një sitit serb, i vrajnë atje dhe pastaj i plaçkitin, dhe kur për herë të parë shqiptari nga Mirdita
duke i hallakatur ato, duke i plaçkitur xhepat, vije të sheqeri. Dhe thot habitet se si është mundën që borën e nxehtë ta mbajnë gjë. Dhe kjo është e shkruar diku në 1915 apo 16. Pastaj ky Cviqi është një gjeograf akademik i serb, antropolog, ka bërë këto studimet antropologjike mbi shqiptar dhe kemi studime të mirëfillta dhe doktrinë. Po, edhe ai vjen përfundim se shqiptarët janë në atë fazën e parë kur majmunët ept zbresin tokë. Dhe është ajo pjesa kur jo ajo fazë, po faza tjetër. Ka qenë të përbabetur shqiptar. Keni parasysh pra mbi këto premise është krijuar paradigma serbe. Prandaj këto pritjet që i bëjnë politikanët shqiptar, më kujtohet 2009, kur ju thoja kolegëve të mi që Serbia nuk do të na nje të paktën edhe një 30 vite, derisa ne nuk armatosemi mirë, më shikonin si të çmendur. Po kisha parasysh se njohuritë e tyre për historinë serbe ishin të kufizuara, prandaj edhe po jo nuk lënë, sidomos irituese ishte kjo bota demokratike nuk lënë. Shqipti shka po lënë bota demokratike me ndodhë në Gaza apo në Ukrainë. Pra, ky është mentaliteti serb ndaj neve, ky është kompleksi superiorit ndaj neve, sado që sidomos të gjeneratat e vjetra, se këto trejat janë pak më të zhbutura, sado që të jesh i arritur në profesionin tënd, kolegu yt serb nuk pranon barabartë. Du ta kuptojmë këtë, kjo është ai racizmi i supremistëve të bardhë ndaj popullatës zezake. Sado që tjetë në vitet 60, sado që një themi mjek apo kirurg i suksesshëm zezak ai nuk është pranuar nga këta të bardhë, apo është pranuar me rezerva, dhe kjo është realiteti. Prandaj them që derisa paradigma kulturore atje të ndryshohet, nuk ka njohje. Por që dora e brez apo kisha vështirë që këtë do ta... Jo, por nuk ka njohje. Shifni këta demonstruesit. Këta të cilët po kundërshtojnë Vučićin. Vjet kur ishte ajo protesta e madhe, Milo Lampan, që e ka riinicuar për serbizmin integral, fillimisht vitet 30, 1929 mbreti Aleksandër e lanson jugoslavizmin integral. Dhe ke rastet, pastaj Steva Molović them kështu intelektualet e kohës, ai Slobodan Jovanovići e shndrojnë në serbizmin integral, bile kujtohet baba jam, i cili ka kryer shkollën fillore 1930-ën. Ai thonte se në mëngjes mësuesja serbishtës na shtinte të gjithë, sidomos neve shqiptarëve, na thonë se unë jam serb i religionit musliman. Pra nëpërmjet atij serbizmit, jugoslavizmit integral, pra është ky një farë Milo Lampan është një akademik serb i tashëm, mbajti fjalim këtyre protestuesve kundër Vučićit, studentëve. Në vjet në protestën e 28 qershorit. Atë që dua ta them është se edhe te këta anti-Vučićit nuk janë gati për shkak të rrethanave
ta pranojnë Kosovën si të tillë, apo edhe Bosnjën, apo edhe Malin e Zisën, në Malin e Zisën kanë probleme. Një ndryshim pushteti në Beograd, nuk presim ndryshim aty është, s'pari mund të ketë ndryshim pushteti, sepse Tadiqi u ndrua, ishte demokrat. Edhe Vučići. Kush ka qenë më afër që mundet ishte me asnjëri nga ata. Asnjëri nga ata, sepse duhet ndryshuar kjo paradigma kulturore, që modeli kulturor. Ajo ndryshohet me dy mënyra. Presion ndërkombëtar që nuk do të bëhet, sepse Serbia nuk është aq e rëndësishme, pra Serbia nuk është rrezik i Evropës, është rrezik i rajonit, cilin ata e kanë lokalizu dhe mund të jetojnë me këtë dreq. Nuk ka naftë, nuk ka ndonjë resurs të veçantë me të cilin do të ishte atraktive për ta liberalizuar. I fundit, minjerat e litiumit që po nuk është me ato rezervat të cilat do të ishte atraktive për të investuar më shumë shoqëria perëndimore. Po nuk është si Gjermania pas luftës së dytë botërore, sepse Gjermania dy herë sulmoi Evropën apo botën. Prandaj ishin të detyruar ta bëjnë denazifikimin. Se bën herën e parë, ju doli hera e dytë. Te Serbia nuk është ai interes pse të investohen gjithë ato miliarda. Po cila është mënyra? Mënyra është Kosova sidomos Kosova, sepse atëherë thyhet të miti atje, të armatosët nevojshëm për të kundërsulmu. Pa nëse nuk mund të bombardojnë Beogradin, atëherë këto vendbanimet që janë rreth kufirit të Kosovës, e që nuk janë ndonjë largësi ajrore. Flas për Vranjën, Pranomin, Rashkën, Kurshumlin, pse jo Leskovcin, pra këto mund ti atakojnë me dron. Dhe derisa nuk e bëjmë atëherë Serbia do të luajë. Shikoj, nuk ka sërb të mençur, shpesh them, sërb që i punon pak truni, e që nuk e din që Kosova është shtet i pavarur, e që nuk e din se Malizi është shtet i pavarur, e që nuk e din se Bosnia është shtet i pavarur. Në rastin e Bosnjës dhe Malit të zi, madje janë edhe pjesë të Kombeve të Bashkuara. Por në Kosova ata din që nëse vinë në cilën do pi kufitare, do të rrofehen para policit kosovar. Mund të jetë ai edhe serb i momentit, por është polici Kosovës, do të rrofehet aty ku po shkon, pse po shkon. Domethënë, ashtu siç bën çdo qytetar kur të kalon në shtetin tjetër. Ata e din shumë mirë që me makinat e tyre më nuk mund të vinë. Ata e din shumë mirë që nëse në komunikacion bëjnë një shkelje ligjore, dënimin do ta paguajnë institucionet e Kosovës. Shteti Brina s'ka, kjo është shteti. Dhe ata e din të gjitha atë, por megjithatë e kanë krijuar një narrativ, një arsyetim, thonë se ne duhet të presim derisa gjeopolitika të ndryshojë në favor të tyre. Dhe e marrin si shembull periudhën e Perandërisë Osmane, sipas tyre kemi prit 500 vjet derisa Rusia është forcu dhe janë ndryshuar këto forcat gjeopolitike, të cilat atyre ju kanë mundësu me kriju shtetin dhe me rikthy Kosovën apo Serbinë e vjetër. Por, nuk e thonë pse quan duar nga Maqedonia sot, sepse Maqedonia bile i ka disa institucione aty shumë se them historike se sa që i ka Kosova. Të zëm manastiri i Lesnovës, në komunën e Pribishtipit është, aty gjendet freska e car Dushan. Ajo freska të cilën ne e njohim se si
duket ca dushan. Pastaj, Seliati ishte Shkupi, për mos t'i përmend shën Gjorgjën, Sveti Gjorgje manastirin, mos t'a përmend Prilepin e Kralevich Markos e tjera. Pastaj luftrat, jo Kosovën për shkak të betejave të cilat i bëm neve kundër Perandërisë Osmane në 1908, 19, 19, 12, edhe për shkak se u dërmuam luftë me ta, Kosovën e morën pothuajse pas një plumb. Gjërsa në Maqedoninë sotme, që nga Kumanova, Bregalnica, Manastiri, pati luftime, ku u vranë me mira sër. Prandaj, nëse e pranuan Maqedoninë dhe e pranuan 1944, sepse Tito, që është një interesant, duhet ta bënim edhe një emision për Titon, Tito ishte shumë një fara, kishte ambicje për të sunduar, pra ishte një Stalin i vogël. Dhe për shkak se konkurrentët kryesor shqiptet e serb, si rezultat e bëri edhe Maqedoninë shtet për ta dobësuar Serbinë, por edhe Bosnjën më vonë, 1945. Dhe arsyeja pse i bëri ato ishte se kishte këtë qendron shok të ilegalës, Kolishevskin po ashtu, pra kishte bashkëpunëtor të afërt, gjësa nuk pati asnjë bashkëpunëtor, asnjë komunist shqiptar të afërt. Domethënë komunisti më i njohur i Joni, Fadil Hoxha, u bë komunist në Shqipëri, jo në Jugosllavi. Disa komunistë që u bën shqiptar, qoftë në Zagreb, si që ishin në atë kohë student, apo në Beograd, është një farë Vesel Regjepi, ata ngelen minor gjithmonë, nuk zhvilluan atë Partinë Komuniste Jugoslave, sepse përkundër asaj që komunistët duhet të ishin internacionalistë, racizmi anti-shqiptar gjithmonë dominante. Dominojte Rankovići, dominojte Kërcuni, Slobodan Penezići, dominojte Svetislav Čeqa Stefanovići, pra këta udhëhesit e UDBA-s, të Spasoj Gjakovići, pa këta oficerët e UDBA-s apo OSN-s fillimisht të cilët bën krime në Kosovë në emër të luftës kundër kontra-revolucionit, po flas në 1944-45. Pra, edhe Vučići është produkt i këtyre. Jo vetëm se Vučići, edhe Dačići, edhe gjithë këta mainstream, them kështu, politikanët aktual serb, janë produkti i kësaj paradigme. Vučići, merret me politikë në kohën kur fillon lufta e Sarajevos, për rrethimi i Sarajevos. Atje ku është rikthyer dhe tani puna e Safarit, që po e përndjek. Po, është rikthyer, po. Unë për herë parë për Safarin pata dëgju nga Shesheli kur dëshmoi në Hag. Ai tha se Vučići fillimisht ka qenë në njësitin e Slavko Aleksićit, të varret hebreje. Për herë parë nga ai kom dëgju, nëse s'gaboj ka qenë 2011. Pastaj këtu disa miq nga Bosnja, Bosnjak, i pata pyetën edhe ata më patën shpjegu më hollësisht. Dhe më kujtohet kur e pata shkru një status, pata marrë shumë kritika nga disa liberal të Kosovës në stilin s'ka hije ti intelektual broçkulla të mendjes, siç do thotë Marksi, mikroborgjeze, këtyre që mendojnë se janë qytetarë të botës, nuk e kuptojnë që kanë ngel në atë mentalitetin malok. Jo malsor, se malsor është atribut, është virtyt, malok. Pa ata të cilët mendojnë se molla e
fqiut, molla e Kojshis është më e mirë, më e ëmbël se molla e tij. Pra, Zoti Tali, mund të kemi disa emra të atyre shqiptarëve që luajtën me 2 ose shumë popull në këto kohë? Funë e kryi është shoqëria civile në Kosovë. Po flas për Kosovë, s'po du. Funë e kryi me kësi njerëz që akoma nuk janë të krijuar s'pari si njerëz. Akoma e shohin botën nëpërmjet Beogradit. Bile janë disa që edhe ashtu janë deklaru publikisht. Dhe kjo, edhe ata kuptohen sepse gjithçka na ka ardhur nga Beogradi. Neve në Kosovë, mos them gjithçka, shumë çka. Dhe nga Kroacia, domethënë qoftë muzika, roku, qoftë filmi, qoftë teatri, fundja Universiteti i Beogradit na krijoi Universitetin e Prishtinës fillimisht. Universiteti i Prishtinës ishte në kuadër të edhe pse kuadrat kryesore të Universitetit të Prishtinës janë krijuar në Zagreb. Pra po flasim për një elitë të komanduar. Ndoshta jo të komanduar, po që akoma vuajnë nga kompleksi i inferioritetit. Më but, themi kështu. Dhe nuk e kanë qartë në konsciencën e tyre që akoma vuajnë. Bile fundit është ndoshta më sakta. Bile atë e shprehen edhe atë se mu hjek fori nga Kosova, besoj që e ke dëgju, për 24 orë kthehet Beogradi në Prishtinë, Serbia në Prishtinë. Po flas për këta njerëz të cilët të tillë janë tash, s'kem çka bëjmë, duhet t'i kuptojmë historinë tonë. Neve filluam në mënyrë industriale të shkollohemi fund vitet 60-ta, flas me universitet, më përpara kishim disa gjimnaze, më i famshëm Sami Frashi që ishte në Prishtinë pas luftës, se para luftës nuk ishim asnjë shkollë luftës dytë botërore, gjithnjë i referohen, asnjë shkollë nuk mësoi shqiptarët nuk pranoheshin, ishin 3 kombe që njiheshin, ishin serb, kroat, slovenët, dhe njiheshin religionet. 3 religionet njiheshin. Ortodoksia, katolicizmi dhe muslimanizmi, apo islam. Edhe tek formimi i kësaj elite, që në ndërgjegje, ashtu si kur thatë ju, e pranon se pranon, po realiteti ky është. Po, prandaj po them që duhet t'i kuptojmë relacionet mes neve dhe tyre. Bile kanë pas një, kështu si them një, si t'i them, bacelet, s'është as bacelet, po kur donin ata mes veti njëri tjetrin si them kështu, tallnin, kur shinin nej mashkull holl, jo kështu të zhvilluar, e thoshin je i zhvilluar si futbolli shqiptar, ka shqiptarski futboll. Derisa kushta në lojën. Por edhe këta dy çunat e Zvicrës nuk i treguan se si është i zhvilluar futbolli shqiptar. Zoti Tali, por te kjo që ju më folët e gjitha që bët një kronologji shumë të qartë të pastër për të gjithë. Tani, kush janë pjesët tona shqiptarët që kanë betur në brenda Serbisë së sotme? Se ne flasim vetëm për luginën, po pjesa tjetër. Po shiko, unë jam muhaxher. Pra jam i shpërngulur nga Leskoci, jo personalisht, po prindrit e mi, po familja, pra nga nishi apo të themi, nga Lugina deri nishi ishte shqiptar. Gjithë shqiptarët musliman o u masakruan o u dëbuan, kush mundi edhe iku. Bile ka raste në familjen time, tregoj një rast kur shqiptarët duke ikur, ke parasysh me qere, me bakti, me lop,
të rrethekuar gjithandej nga ushtarët serbë, fillon një foshnjë aty çaj, për shkak të frigës nana nuk ka pas qumsht, edhe gjyshi, sepse babai s'ka mund, është e tmerrshme, gjyshi, pra baba i babës fëmijët, e ngulfat foshnjën për mos me bërtit, për mos me indi, mos me dëgju ushtarë sërbë, se pastaj do t'i masakronin për familje, për t'i shpëtu të tjerët, ngulfat, nxerr shpirtin foshnjës. Pra, kjo ishte ajo Golgota shqiptare, edhe më keq kanë kalu shqiptarët ortodoks. Ata trajtoheshin atje si sërbë të cilët e kanë tradhtu sërbizmi, sërbë të shqiptarizua. Dhe kush nuk është kthy në sërb, kush nuk ka thonë se unë jam sërb, është masakruar. Sot kem Bjemna Gashić, që është Gashi, Kastratović atje, domthonjë që i kanë mbajt në Bjemnat e fiseve, dhe emrat i kanë sërb. Pra ndihen si sërb, Jovica, Sërbëlu, e tjera. Prandaj ajo është një pjesë, unë besoj e humbur, po është e jona. Ata e dinë edhe gjithë sërbë që aty është bërë gjenocid. Pra, problemi me, unë thash, është kjo paradigma kulturore, edhe pse e dinë nuk e kanë ndjenjen e fajit, e keqardhjes. E marrin më shumë si të arritun e tyre. Keni parasysh. Pastaj, ky racizëm nuk është se ka qenë vetëm se në mbretërinë e Serbisë, pra 1877-78 për të vazhduar deri në 1910, apo në dy luftrat balkanike, apo luftën e parë balkanike, luftën e parë botnore. Ka vazhdu ta zëm ky Çubrulloviçi, që së mbin të mend, miki nga menja herën e parë, autori të famshmës zgjidhja çështjes arnaute, të cilën e paraqet te klubi kulturor serb, në atë kohë u heqej nga ky Slobodan Jovanović, që ishte akademiku kryesor serb. Në atë kohë ishte fillimisht rektori i Universitetit të Beogradit, pastaj ishte edhe kryetari i Akademisë Shkencave të Serbisë, pra paraqet këtë projekt para elitës intelektuale serbe. Dhe bëhet bazament, mbas të cilit shkruhen apo nënshkruhen, apo firmosen 2 konvekta me Turqinë. Ajo e 39-ës dhe ajo e 53-ës e Titës, ku për koincidencë firmoset nga Mehmet Fuat Kypriliu, që ishte ministri i punëve të jashtme atëherë i Turqisë, pra pinjoll i familjes famshme shqiptare Kyprili, që s'kan bajnë ata me shqiptar. Base i pari, atë kanë di vetë shqiptarët, atjerët janë krejt. Bile Mehmet Fuat Kypriliu njihet si unë ja kam lexuar librat e tij për historinë turke, është nacionalist turk, është një akademik shumë i respektuar atje. E që ishte ministri i punëve të jashtme në 1953, kur e firmos me Koça Popovićin, i cili ishte ministri i Jugosllavisë. Marrëveshja ishte rënë dakord natyrisht. Menderezi ishte atëherë kryetari i Turqisë, kurse Tito për Jugosllavi, dhe ishte çështja e marrëveshjes së Ballkanit. Pra, Çubrulloviçi ishte edhe profesor në Universitetin e Beogradit, por ishte edhe 2 herë ministër në Jugosllavinë e Titos pas luftës. Prandaj po them, ne duhet t'i kuptojmë sërbët, ta marrim Kroacinë, vitin 91-92,
93 krijuan Republikën e tyre atje. Republika atyre madje edhe shtypte këto banknotat. Pra ishte tamam një shtet. Por me 95-ën ndodhi siç tallën kroatët traktoriada, sepse ata me traktor u shpërgullën e shprazën gjithë kur u forcua pra Kroacia. Derisa ishte Kroacia e dopt, ndodhi Vukovari, aty ishte tamam gjenocid, u bombardua madje edhe Dubrovniki, një qytet i mbrojtur nga UNESCO. U bombardua Spliti, pati bombardime Shibeniku, madje edhe në Zagreb. Domethënë, saj ishte Kroacia adopt, 90, 92, sërbët ishin shumë patriotik, shumë nacionalist për Kninin atje, për Likën, për ato Dalmacin sërbe, si që ata i referohen. Por kur u forcua Kroacia, atëherë si në aq elegancë, në aq kulturë, bënin në radhë, nuk e prishnin trafikun, gjithë në radhë, me traktora, në traktoriadë, braktisën Kroacia. Prandaj them se derisa Kosova këtu dhe Shqipëria, megjithëse me Shqipërinë janë pajtu që Shqipërinë nuk mund ta pushtojnë, janë pajtu me këtë fakt më në fund, edhe ka ndodhur shumë çka në ndërkohë, pra e kanë humbë Durrësin serb, e kanë humbë Sveti Ivan Medovanski, por akoma i mbajnë syt ka Kosova. Pra dhe Vučići është produkti i kësaj kulture. Atë që deshta ta them, ai e filloi këtë, si them, karrierën e tij politike te varret hebreje. Pra në një sitin e Slavko Aleksić, vojoda Slavko Aleksić, ku tash po dalin se ka edhe njerëz dëshmitar të cilët kanë marrë pjesë në vrasjen e qytetarëve të rastit Sarajevës, apo Sarajevo Safari, siç po njihet tash. Pastaj bëhet udhëheq i TV Palës, ne që i kemi do vjetë majmen TV Palën. TV Palë ka qenë një TV stacion i cili ka inspiru luftën dhe gjenocidin, ka propagandu gjenocidin në Bosnjë. Ka qenë pra një TV stacion luftënxitës. Ky e ka udhëheq atë, pastaj kthehet apo antarsohet zyrtarisht në Partinë Radikale të Sheshelit, ku bëhet sekretari i përgjithshëm. Është i famshëm e fjalimi i tij, ju e bombardoni evrit një serb, ne do të vrasim 100 bosnjak musliman, apo ai fjalimi i tij i famshëm atje në Kroaci, në qytetin mik jam një i qytetit për momentin. Pra, ky është Vučić, ishte ministër i propagandës, ministër i informimit në kohën e gjenocidit në Kosovë, pra ishte i cili desinformonte, bënte atë luftën hibride kundër popullatës shqiptare, pra atë punë të cilën Goebbelsi e pati bërë për Hitlerin. Gjatë luftës dytë botërore, ky e pati bërë ndaj shqiptarëve, civilëve. Ivica Dačići, karrierën e tij edhe ai e fillon si zëdhënës i partisë, fillimisht si kryetari rinisë së SPS-it, pastaj edhe si zëdhënës i partisë SPS-it. Është interesant, unë e kam përmend këtë Baldor von Schira, që ka qenë udhëheq si Hitlerëve të ri. Ai pas luftës, edhe gjatë luftës i mban disa poste, por jo ushtarake. Pas luftës është ai që i bie pishman, e dënon kohën e Hitlerit, diferencohet nga ajo, por megjithatë
i merr 20 vjet burg dhe i ndalohet pjesëmarrja në jetën publike. Gjërsa Dacici bëhet me njëherë kryeministër, pastaj ministri i punëve të brendshme e kështu me radhë. Prandaj po them se duhet ta kuptojmë Serbinë si të tillë dhe pa emocione të përgatitemi kundër një diçkaje që ekziston, po pa iluzione fiktive. Jo duke krijuar një botë që ne duam tjetojmë një botë ku njerëzit duan mes vete, respektojnë një tjetrit, ka paqe, ka respekt e të tjerë, sepse nuk ekziston. Për ta lidhur edhe me atë të tanishme, këtë që kjo nuk ekziston, aq më tepër në këtë botë tani, po shohim çfarë po ndodhet tani. Natyrisht. Për t'i vënë pikë asaj që ju thatë deri tani me shpresin që ne edhe në episode të tjera do flasim aty ku e lam për Serbinë, për të folur edhe për Titon, por edhe për atë që e pret tani Vučićin, nëse ju më lejoni që ta ndajmë në disa episode në vazhdim. Për ditën e sotme, për këtë episod, nëse mundet më jep një koment për ta lidhur me realitetin sot, çfarë po ndodh në gjeopolitik. Ndërkohë që me pjesën e Serbisë, për ta vazhduar në episodin tjetër, aty ku e lam sot. Po, shiko, unë si e shoh. Kemi natyrisht të bëjmë me interesat vetanake. Gjithnjë po flas në kuptimin e shtetëve. A kemi se të e papritura mbreti udhtoi drejt SBA-s. Ja, është ne këtu që jetojmë kemi ditë që do të shkoj, sepse shikoni, ne jemi të jetu në këtë, po e përsëris sa herë që po mi pët shansi, ndoshta është monotone, po jemi të jetu në kohën e perëndërisë amerikane, Pax Americana. Dhe tashti e kemi një perëndor, çfarë kemi? Pa është Trumpi, të cilin e kanë votuar qytetarët amerikanë, e që unë shpresoj se nuk do të ketë më shumë jetë politike se dhe këtë mandat. Për shkak se, sipas meje gjithnjë, më shumë është ka i dëmton interesat amerikane se sa që është ka i mbron. Pra, duke patur parasysh Britania me kë ka të bëj, unë asnjëherë nuk e kam vënë dyshim se do të shkoj mbreti atje, sepse ashtu dëm. I tillë është presidenti Trump, dhe Britania do të mundohet që të sillet konform personalitetit të tij. Aty ku është në interes të Britanisë, aty ku nuk është në interes të Britanisë, siç bie fjala lufta në Iran, Britania ka bërë të qartë se nuk marrin pjesë. Dje, këto 2 ditë, se të shti jemi në atë kohën e bombardimit të këtij lajmi dhe ditët po na eci shpejt, ka rrjedh një lajm ku ende nuk është zyrtarisht, formalisht i firmosur, por ka rrjedh një lajm nga një mbledhje ku janë përmend Falklandet, apo Malvinas, si që thojnë Argentinasit, dhe si hakmarrje Trumpi, si pas gjithnjë këtij burimi, këtij lajmi, do ta çnjë sovranitetin e Britanisë në Falklande, sepse Britanisë hakmarrje, sepse Britania nuk e përkrahu në Iran. Dje ishte një lajm, tashti s'po e di sa është e vërtet, sepse nuk e hulumtova më shumë. Madje ishte kërcënuar edhe Spanja se do ta dëbon nga NATO-ja. Po tashti ti vetë po e lën NATO-n, Spanjën do ta dëbosh nga NATO. Disi si nuk përputhen, do dilësh apo do të rish vetë në NATO. Sepse nëse vetë del nga NATO-ja, atëherë cilat kompetenca i kiti për ta dëbu dikon nga NATO, sepse vetë po del. Nëse qëndron aty dhe je, si them kështu, akteri kryesor, elementi kryesor, atëherë po, mund ta diskutojmë atë mundësi që do ta
dë bësh këtë shtet apo atë shtet sepse nuk sillet konform rregullave qofshin edhe tua. Prandaj është bë interesant. Siç tash po e di më, ky Kushner është shku dhëndri i tij tash është në Islamabad. Po atje dhe bisedimet do të vazhdojnë. Ishte dja po padje edhe një sondazh ku kësaj radhe Trumpi del edhe më keq se republikanët në këto zgjedhjet për kongres, sikur po i japin më shumë presion Trumpit për ta fituar një lloj fitore, çfarëdo fitore që mund ai edhe pse disa herë ai këtë bombardimin e Iranit e ka paraqit si fitore në SBA në këto zgjedhje. Të shohim. Një diçka dihet se kjo situatë, këtë po e shohim të gjithë, nuk i shkon favor askujt. As Iranit, as SBA-s, as Izraelit, as Evropës, as Rusisë, mas pakti konsumatorëve, vozitësve të makinave, drejtuesve të makinave, sepse benzina është rritur si rezultat i kësaj lufte atje. Nga lufta të gjithë humbasim edhe ajo që thatë ju, pasiguria në vazhdim është shumë e madhe për të parë se çfarë do ndodh. Zoti Tali, unë të falenderoj shumë për bisedën. Deri në bisedën e radhës sikur e lam edhe më sipër me mirëkuptimin dhe dashamirësinë tuaj për të vazhduar me paradigmën serbe, ato që do ndodh tani në vazhdim, pra kush janë planet e tyre konsistente. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë. Ishte kënaqësi, i përshëndes gjithë ata të cilët na përcjellën, si gjithnjë, deri në shikimin e ardhshëm. Ju përshëndes edhe unë dhe ju uroj fundjavë të këndshme.